Mbledhje pa praninë e publikut ka mbajtur Këshilli Prokurorial i Kosovës, pasi Gjykata Supreme e shpalli të kundërligjshëm shkarkimin e Besim Kelmendit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit. Në njoftimin e KPK-s thuhet se kryesuesi i Këshillit i ka njoftuar anëtarët se e kanë pranuar zyrtarisht vendimin e Supremes, por nuk u dhanë detaje rreth diskutimeve brenda Këshillit. Këshilli Prokurorial i Kosovës në kryesimin e zotit Ardian Hajdaraj ka mbajtur sot një takim të jashtëzakonshëm të 281 me radhë, i cili është zhvilluar me dyer të mbyllura. Me këtë rast, kryesuesi Hajdaraj njoftoi anëtarët e KPK-s për pranimin e aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës. Ndërkaq çështjet të cilat ndërlidhen me zbatimin e këtij aktgjykimi do të trajtohen në takimin e radhës. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi e kanë kritikuar mbajtjen e kësaj mbledhjeje. Drejtori ekzekutiv i IKD-s Ehat Miftaraj ka thënë se ajo do të duhej të ishte e qasshme për publikun dhe të ftohej edhe Kelmendi në të. KPK-ja në këtë takim do të duhej të diskutonte lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Supreme dhe zbatimin e tij. Pjesë e zbatimit të aktgjykimit të Gjykatës Supreme do të duhej të ishte informimi i prokurorit Agron Qalaj se i njëjti person më nuk është ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit nga dita hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi, i cili anulon vendimin e kundërligjshëm të KPK-s për shkarkimin e zotërit Kelmendit. Në këtë takim do të duhej të ftohej edhe zoti Kelmendi si antar i KPK-s sipas detyrës zyrtare. Miftaraj i ka kritikuar anëtarët e KPK-s edhe për mungesë llogaridhënie. Aktgjykimi i Supremes për ankesën e Kelmendit u publikua të mërkurën. Vendimin për shkarkimin e tij gjykata e vlerësoi edhe si të kundërligjshëm e arbitrar.